Familja dhe profetët e Zotit. Është e habitshme se për çdo profet të përmendur në Kuran, Zoti ka sjell dhe të dhëna mbi familjen e tij. Këto të dhëna kanë lidhje me jetën e tyre bashkëshortore, si Ademi, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe Havaja, Ibrahimi dhe Sara, Ibrahimi dhe Haxheria, Musai, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe martesa e tij. Ashtu siç kanë të bëjnë me komunikimin dhe marrëdhëniet me fëmijët e tyre, si Ibrahimi, paqja e Allahut qoftë mbi të, me Ismailin, Davudin, paqja e Allahut qoftë mbi të, me Sulejmanin, paqja e Allahut qoftë mbi të, e tjerë. Kurse lidhur me marrëdhëniet mes vëllezërve, gjejmë Musain, paqja e Allahut qoftë mbi të, me Harunin dhe Isain, me kushëririn e tij Jahja. Në Kuran gjejmë modele nënësh si Merjemja dhe nëna e Musait, paqja e Allahut qoftë mbi të. Në Kuran gjejmë fëmijë që nuk janë në harmoni me prindrit e tyre, si Ibrahimi me baban e tij Azerin. Në Kuran gjejmë prindër profet, të cilët orvaten me gjithë mundësitë bashkëbiseduese që fëmijën e tyre ta udhëzojnë në rrugën e drejtë, si Nuhu, paqja e Allahut qoftë mbi të, me djalin e tij. Në Kuran hasim dhe histori tradhtish bashkëshortore, si në rastin e gruas së Azizit, e cila u dha pas Jusufit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Në Kuran hasim histori smire dhe xhelozie, si ajo e Jusufit, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe vëllezërve të tij, të cilët komplotuan kundër tij dhe hodhën pus. Në Kuran gjejmë modelin e nënës së privuar nga fëmijët, Asien, gruan e faraonit, si dhe nënën e Merjemes dhe Zekerien. Në Kuran gjejmë dhe shembullin e Zekerias, i cili simbolizon dajën që përkujdeset për mbesën e tij, Merjemen. Vallë, si janë marrëdhëniet dhe raportet mes vëllezërve të gjakut sot? A ndihen vëllezër dhe a shoqërohen me njëri tjetrin? Cilat janë raportet mes vllait dhe motrës? A ekzistojnë ato motra të cilat i mbështesin vëllezërit e tyre dhe u qëndrojnë pranë, si në rastin e Musait, paqja e Allahut qoftë mbi të, me të motrën? Ishte motra e Musait, ajo që e ndoqi të vllain derisa përfundoi në duart e Asijes, gruas faraonit. Me ta hedhur në lumë, e ama i kërkoi t'i shkojë pas dhe ta hetoi. Ajo e ndërgjegjësoi se foshnja e hedhur në lumë ishte i vllait, gjakut dhe mishit saj. Zoti thot në Kuran, duke portretizuar këtë moment. Ajo i tha motrës së Musait, shko pas tij. E motra e vrojtonte atë nga larg, pa u parë në të tjerët. Ai ishte vllai, gjaku dhe mishi i saj, prandaj i duhej ta ndiqte dhe të kujdesej për të. Edhe pse Asia gjeti për Musan e vogël, më ndesha dhe i ofronte atij ushqime nga më të ndryshmet, ai refuzonte. Këtë moment e shfrytëzoi motra e tij për ta kthyer të vllan dhe një herë në shtëpi pranë familjes. Ne bëm që ai të mos pranonte asnjë më ndesh. Kështu e motra u tha atyre që kishin pirësuar Musain, a doni t'ju gjej një familje e cila do të kujdeset për të, duke e edukuar me kujdes? Kur shkoi motra jote, e tha, a doni t'ju tregoj dikë që do të kujdeset për të? Ne të kthyem te nëna jote, që ajo të gëzoj dhe të mos pikëllohej më. Kurse lidhur me raportet mes vëllezërve të gjakut, në Kuranin fisnik gjejmë shembullin më të mirë, modelin më tipik, Musain, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe Harunin, paqja e Allahut qoftë mbi të. Kur Zoti e obligoi me mesazhin hyjnor dhe e ngarkoi me përgjegjësinë e nxjerrjes së Benu Izrailëve nga shtypja e faraonit, Musa i kërkoi Zotit që edhe Harunin ta bënte pjesë të këtij misioni fisnik. Musa i tha, o Zoti im, zgjero ma krahërorin tim, lehtëso ma punën time dhe zgjidh ma nyjen e gjuhës, që ata të kuptojnë fjalën time. Më jep një ndihmë nga familja ime, Harunin, vllain tim. Ma rrit fuqinë përmjet atij dhe bëma ortak në punën time, që të thurim shumë lavde për ty
e të përmendim ty vazhdimisht. Askusht mos mendoj se marrëdhëniet e tyre vëllazërore ishin ideale dhe të përsosura. Edhe pse profetë të Zotit, ata ishin njerëz. Në historinë e tyre shohim që edhe vëllezërit më të dashur e më të afërt mund të ngatërohen dhe të zihen. Haruni tha: "O biri në mësime, mos më kap për mjekre as për koke." Mandej Musai kërkoi falje për veten dhe për vëllain Harunin. Musai u lut: "O Zot, më fal mua dhe vëllain tim dhe na pranon mëshirën tënde." Por Kurani nuk cek vetëm marrëdhëniet e mira mes vëllezërve, por sjell dhe rastet kur vëllezërit e një gjaku tentojnë të vrasin vllain e tyre, si në rastin e profetit Jusuf, paqja Allahut qoftë mbi të. Kjo urrejtje, mlef dhe neveri për vllain e tyre, erdhi si pasojë e xhelozisë dhe vezëveseve të shejtanit, sipas të cilave babai i tyre e preferonte Jusufin më shumë. Kjo histori dhe ngjarje e dhimbshme i paralajmëron prindrit që të mos bëjnë dallime mes fëmijëve. Dallimet nuk duhen bërë si në të hollat që u jepen për këdheljet, për qafimet e tjera. Familja është shumë e shtrenjtë dhe e rëndësishme në Islam. Dhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, janë materializuar të gjithë pozicionet dhe statuset familjare. Atë e njohim si Nib, teksa qëndronte ulur me gjyshin e tij, Abdul Mutalibin, në hijen e Qabës, ndërkohë që ky i fundit e pajiste me dëmshurinë e nevojshme pas humbjes së hatit. Atë e njohim si fëmijë të respektueshëm, i cili edhe 15 vjet pasi i kishte vdekur e ama, qëndronte para varrit të saj me lotët që i rritnin qurk. Ai vazhdonte të qante me ngashërim, saqë të gjithë të pranishmit shpërthenin lot. Profetin Muhammed, paqja qoftë mbi të, e njohim si prind shembullor dhe ideal gjatë gjithë jetës së tij. Ditën e vdekjes, ai e afron vajzën e tij të dashur Fatimen dhe në vesh i përshpërit diçka sa herë që vajza e tij hynte në dhomë, profeti paqja qoftë mbi të, ngrihej dhe e puthte në ballë. Sa herë që nisej për luftë apo për udhtim, personi i fundit me të cilin do të ndahej ishte vajza e tij Fatimja. Po kështu sa herë që kthehej nga udhtimet, personi i parë me të cilin do të takohej ishte Fatimja. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ofronte shembullin më të mirë të vjerrit. Ditën kur vdiq nëna e Aliut, vjerra e vajzës tij, ai e mbështolli atë me mantelin e tij, si shenjë nderimi dhe respekti për Aliun. Lidhur me natën kur u ngjit në qiell, profeti paqja qoftë mbi të thotë: "Hyra në xhenet, ku dëgjova zëra gostie." I çuditur pyeta: "Për kë bëhet kjo?" Më thanë: "Për Harithe ibnu Numanin, si shpërblim për respektin ndaj nënës." Thot profeti paqja qoftë mbi të: "Hyra në xhenet dhe atje gjeta Sulejmin, të cilës i thash: pas ke hyrë para meje në xhenet." Dikush mu përgjigj: "Për shkak se i bënte qefin burrit të saj." Aq e shtrenjtë dhe e rëndësishme është familja, sa që shpërblimi dhe sevapi i saj nuk llogaritet me sevapin dhe shpërblimin që mund fitojë dikush i vetëm. Profeti paqja qoftë mbi të thotë: "Zoti e mëshiroft një burr që ngrihet natën, zgjon gruan e tij dhe falën 2 rekate. Këta të dy e regjistrohen te Zoti bashkë me ata burra dhe gra që e kujtojnë Zotin shumë. Kjo do të thotë që nëse ti, o vëlla, e do gruan tënde, shkon mirë me të dhe e respekton, te Zoti shpërblehesh dhe vlerësohesh në maksimum. Sidomos në kohën tonë kur tradhtit bashkëtorë janë shtuar frikshëm." Thot profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të: "Adhurimi në kohë të rrezirash është si hijret drejt meje. Ai që respekton dispozitat hyjnore ndërkohë që njerëzit e tjerë kanë devijuar, është një lloj si ata që braktisën shtëpitë e tyre e pasuritë
dhe emigruan drejt Medinës për të qenë pranë profetit, paqja qoftë mbi të.